تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد ne biidhnillahi ta'ala do vazhdojmë me një letër ose një risala, një shkrim tjetër, i cili është frytet e kapjes pas sunetit. Frytet e kapjes pas sunetit të shejkhut ton të nderuar, Sheikh al-Allama al-Muhaddith Abdullah al-Bukhari hafidhahullah. Sheikhu hafidhahullah fillimisht thot se ajo që s'ka dyshim për njerëzit të mençurisë dhe të logjikës, se kur flitet për njerëzit të nderuar dhe njerëzit të dalluar dhe njerëzit me vlerë dhe të mençur, pa dyshim se ato të tjerit, domethënë njerëzit duan të dëgjojnë dhe shikimet dhe dëgjimet drejtohen ka ata që flasin për njerëzit të dalluar, për njerëzit të nderuar, njerëzit me vlerë dhe me mençuri. Dhe si është puna, thotë Sheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah, kur flasim për zotërinë e të dalluarve, për zotërinë e të dalluarve dhe imami i nderuarve. Zotëria prijesi i bijeve të Ademit, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Thotë Sheikhu se ky pejgamber, ky profet sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ka dërguar si mëshirë për krijesat, përgëzues dhe paralajmërues. Përgëzues për ata që e ndjekin dhe i besojnë dhe përkrahen, dhe paralajmërues kundër ata që e kundërshtojnë dhe nuk e ndjekin. Me dërgimin e tij, thotë Sheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah, me dërgimin e tij Allahu subhanahu wa taala e dalloi të vërtetën nga e kota dhe errësirën prej dritës. Se thot Allahu subhanahu wa ta'ala: Ja ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab wa ya'fu an kathir qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. O i dhëtar të librit, juve ju erdhi dërguari jon, që ju sqaron shumë nga ajo që e fshihnit prej librit dhe ju fal shumë. Juve ju erdhi nga Allahu dritë dhe libër i qartë. Thotë Sheikh Abdullah al-Bukhari se ka thënë Muhammad ibn Jarir at-Tabari rahimahullah, Imam Muhammad ibn Jarir at-Tabari rahimahullah, ka thënë se te fjale Allahu Teala nurun, nur, dritë, thot Muhammad ibn Jarir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Me të, me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e ndriçoi Allahu subhanahu wa taala të vërtetën dhe e shfaqi islamin dhe e zhduki shirkun. Thotë Sheikhu në vazhdim, Sheikh Abdullah al-Bukhari: O vëllezër, nuk them se para dërgesës së tij, të pejgamberit alayhi salatu wasallam, se njerëzit ishin në errësirë, dhe as nuk them se pa drejtësia e kishte kapluar botën, se një gjë e tillë domethënë të gjithë e kuptojnë. Dhe po ashtu edhe as nuk them se shirku e kishte kapluar botën, se edhe këtë një gjë e tillë domethënë e kuptojnë domethënë njerëzit dhe e dinë domethënë që ka qenë kështu. Ka qenë domethënë jeta në errësirë, duke sunduar padrejtësia, zullumi, dhe duke qenë domethënë i përhapur shirku në të gjithë anët e botës. Por kur e dërgoi Allahu subhanahu wa taala pejgamberin alayhi salatu wassalam, i cili erdhi me të vërtetën dhe u largua e kota, erdhi me të jeta, ja'at ma'ahu al-hayat,
erdhi me të me pejgamberin alayhi salatu wasalam, jeta, domethënë jeta për zemrat e njerëzve. Erdhi drita dhe udhëzimi, dhe erdhi drejtësia, dhe u pastrua toka nga shirku. Thot shejhu se tema e kësaj ligjërate, do thonë nuk është e mjaftueshme, se ka qenë kjo në origjinë një ligjërat të shejhut të Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, që pastaj domethënë është printuar dhe është bërë domethënë është botuar në formë të librit ose të një shkrimit. Thotë shejhu se nuk mjafton domethënë, po do i përmendim disa prej fryteve të kapjes pas sunetit, që ato domethënë t'jenë si aludim për ato të tjerat. Dhe ligjërata e ka ndërtuar shejhu që fillimisht në pikën e parë ka përmendur disa tekste të Koranit dhe Sunnetit, ku janë tekste që e urdhërojnë birin e Ademit ta pasojnë pejgamberin alayhi salatu wasalam, dhe tekste të tjera paralajmëruese për ata që e kundërshtojnë pejgamberin alayhi salatu wasalam. Pika e dytë e ligjëratës është kuptimi domethënë në besimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe se si kanë qenë cilësitë ose virtytet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe po ashtu edhe ato cilësi që janë të përmendura në Teurat. Pika e tretë, thot shejhu, kuptimi i sunnetit. Pika e katër është përsosmëria e shariatit që e ka sjell pejgamberi alayhi salatu wasalam, që ja ka shpallur Allahu subhanahu wa taala, se ky shariat domethënë është i përsosur. Dhe në pikën e 5 kam i përmend shejhu domethënë ato frytet e kapjes pas sunnetit. Frytet e kapjes domethënë pas sunnetit, që janë ato 7 fryte që shejhu domethënë i ka përmendur në këtë ligjërat. Dhe pika e 6 është domethënë përmendja e disa shembujve të selefit në madhërimin e sunnetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe kapja pas tij. Domethënë kam e përmend shejhu në pikën e 6 disa shembuj të selefit në madhërim të sunnetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe kapjen pas tij. Dhe pika e 7 është domethënë përfundimi i kësaj ligjërate. Fillimisht, siç e tha shejhu hafidhahullah, përmend domethënë disa argumente, disa tekste të shpalljes të Koranit dhe të Sunnetit, që janë tekste që aludojnë domethënë për me ndjek pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe të largohemi domethënë prej kundërshtimeve ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe thot shejhu, ai i cili mendon rreth kësaj çështje, ka me gjetë domethënë argumente të shumta në librin Allahu subhanahu wa taala dhe po ashtu edhe në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që aludojnë në këtë kuptim, që domethënë e kanë bijat e Ademit për detyrë, e kanë obligim ta ndjekin pejgamberin alayhi salatu wasalam, dhe tekste paralajmëruese për ata që e kundërshtojnë rrugën e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot shejhu se ka thënë imami i sunnetit Imam Ahmed rahimahullah, se kam lexuar librin e Allahut subhanahu wa taala, Kur'anin, dhe gjeta në 33 vende, do thonë në 33 ajete, ku Allahu i urdhëron robërit e tij t'i binden, t'i nënshtrohen pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe disa prej këtyre argumenteve që ka përmend këtu Imam Ahmedi rahimahullah, i përmend këtu edhe Sheikh Abdul Bukhari. Prej tyre është fjala Allahu subhanahu wa taala, ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. O ju që keni besuar, binduni Allahut, binduni të dërguarit të Allahut subhanahu wa taala dhe ata që kanë pushtetin mbi juve. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dhe nëse keni mos pajtueshmëri, nëse nuk pajtoheni për diçka, atëherë çka të bëjmë? Farudduhu ila Allahi war rasul, atëherë ktheheni çështjen tuaj te Allahu. Domethënë ka thënë Ibn Kathir rahimahullah, te libri i Allahut, wa ila ar-rasul dhe te i dërguari Allahu subhanahu wa taala, gjatë jetës së tij janë kthy domethënë sahabët te pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe i kanë shfaqur çështjet e tyre që i kanë, dhe pas vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wassalam është domethënë duke u kthyer te sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Këtë e bëjmë in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Nëse ju besoni në Allahun subhanahu wa taala, nëse ju besoni në takimin me Allahun subhanahu wa taala dhe në ditën e gjykimit, atëherë bëheni këtë. Kur keni mos pajtueshmëri, kur keni grindje, kur keni përplasje, kthehuni te Allahu, te libri i Allahut dhe kthehuni te suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhalika khairun, kjo është më e mirë për juve. Wa ahsanu ta'wila, dhe përfundimi më i mirë. Këtë thot Allahu subhanahu wa taala, se një gjë e tillë që të kthehemi te libri i Allahut subhanahu wa taala dhe suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam, një gjë e tillë është më mirë për besimtarët dhe ka përfundim më të mirë. Dhe ka përfundim, do thonë, më të mirë. Po ashtu thot Allahu taala: "Qul ati'u Allaha war rasul, fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin." Thuaj Muhammed, bindjuni Allahut dhe të dërguarit të tij. Dhe nëse ata ta kthejnë shpinën, atëherë dije se Allahu nuk i don pabesimtarët. Atëherë dije se Allahu nuk i do pabesimtarët. Dhe thot Allahu Ta'ala: "Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasula la'allakum turhamun." Dhe faleni namazin, dhe jepeni zakatin, dhe bindjuni të dërguarit Allahu subhanahu wa taala për ta fituar mëshirën e Allahut. Domethënë bindja ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shkak prej shkaqeve që me fitu robin mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu thot Allahu subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum." O ju që keni besuar, përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit të tij kur ju thret drejt asaj që ju jep jetë. Do thonë që ju jep jetë juve. Kthimi domethënë te Allahu subhanahu wa taala, te libri Allahu subhanahu wa taala dhe te suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pas vdekjes së tij, domethënë është çështje që i jep domethënë jetë besimtarve. Sidomos domethënë ajo që është pjesa shpirtërore dhe të zemrës. Po ashtu thot Allahu subhanahu wa taala: "Tilka hududullah wa man yuti'i Allaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-'azim." Ato janë kufit e Allahut subhanahu wa taala, dhe kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij e fut në kopshte dhe lumej që do të jenë domethënë përgjithmonë në to, dhe kjo është fitoria e madhe. Kjo është domethënë fitoria e madhe. Po ashtu thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa man yuti'i Allaha war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." E kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, ata do të jenë domethënë me ata të cilave Allahu u ka dhuruar dhunti të shumta. Kush janë ata të cilat Allahu ka dhuruar dhunti të shumta? Janë pejgambert, janë njerëzit të sinqert, janë shuhada dhe janë njerëzit të mirë. Sa shoqëri të mrekullueshme janë këta. Kush janë ata? Pejgambert. Kush janë ata? Es-siddiqin, es-shuhada dhe es-salihin. Dhe po ashtu thot Allahu i lartësuar: "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." E kush e kundërshton të dërguarin e Allahut, pasi që është bërë qartë atij të vërteta dhe udhëzimi, dhe ndjek një rrugë tjetër pos asaj të besimtarve, do e lënë atë rrugë që ka zgjedhur ai, dhe përfundimi i tij do jetë zjarri i xhenemit. Sa vendbanim i keq është ai. Sa vendbanim i keq është ai. Dhe thot Allahu i lartësuar: "Wa man yushaqiqi Allaha wa rasulahu fa inna Allaha shadidul 'iqab." E kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin të tij, me të vërtet Allahu është dëshkuesi i ashpër. Me të vërtet Allahu është dëshkuesi i ashpër. Dhe po ashtu thot Allahu subhanahu wa taala: "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima." Jo, për Zotin tënd ata nuk kanë besuar, përderisa ata të bëjnë ty gjyqtar. Të bëjnë ty gjyqtar te pejgamberin alayhi salatu wasalam për kundërshtimet që i kanë mes tyre. Dhe pasi të gjykojsh ti për ato kundërshtimet që i kanë ato mes tyre, la yajidu fi anfusihim harajan, nuk ndjejnë asgjë në zemrat e tyre, do të thonë nuk ndjejnë pakënaqësi për atë që ke gjykuar. Wa yusallimu taslima, dhe i binden kësaj çështjes plotësisht. I nënshtrohen kësaj çështjes që ti e ke gjykuar në mënyrë domethënë të plot.
Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasulahu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina." Do të thonë, nuk i takon besimtarit, as besimtares, që kur vendos Allahu subhanahu wa taala diçka dhe pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam, që ata me pas zgjedhje në atë punë, në atë çështje. E kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin të tij, me të vërtetë ai ka devijuar një devijim të qartë dhe të dukshëm. Dhe po ashtu thot Allahu subhanahu wa taala: "Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin." Me të vërtetë Allahu ka dhuruar besimtarëve një dhunti madhështore, kur u ka dërguar atyre një dërguar nga mesi i tyre, që u lexon librin dhe i pastron dhe u mëson librin dhe urtësinë, edhe pse ishin ata më parë, domethënë në një devijim të qartë. Dhe po ashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katira." Me të vërtetë ju keni në të dërguarin Allahu subhanahu wa ta'ala një shembulltyr të mrekullueshme për ata që shpresojnë në takimin me Allahun subhanahu wa ta'ala dhe në ditën e gjykimit, dhe ata që e përmendin Allahun subhanahu wa ta'ala shumë. Dhe po ashtu thot Allahu i lartësuar: "Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim." Me të vërtetë ti Muhammed udhëzon në rrugën e drejtë. Ky lloj udhëzimi të shkruar, domethënë udhëzimi i shpjegimit dhe i sqarimit dhe i ligjerimit, kurse udhëzimi i zemrës, askush s'mund ta bën përveç se Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe po ashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Thuaj o Muhammed, nëse ju e doni Allahun, atëherë më pasoni, më ndjekni mua. Atëherë u doni juve Allahu dhe ju a fal juve mëkatet, me të vërtetë Allahu është falës dhe mëshirues. Këto ishin disa ajete që i përmendi këtu Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah në lidhje me bindjen ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe paralajmërim njëkohësisht edhe ndaj atyre që nuk i binden dhe nuk e ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe se përfundimi i tyre është zjarri. Përfundimi i tyre që e kundërshtojnë pejgamberin alayhi salatu wassalam është zjarri i xhehenemit. Po ashtu për argumenteve nga aspekti i haditheve, thotë Sheikh Abdul Buhari, ajo që është transmetuar në Sahih al-Bukhari, ku ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Do më thonë, faluni në atë formë, faleni namazin në atë formë, si keni pa ju mua të falem. Thotë Sheikh Abdul Buhari, do më thonë se kjo është urdhër. Sallu, do më thonë faluni ashtu në atë mënyrë, në atë formë, kjo është urdhër nga pejgamberi alayhi salatu wassalam për ummetin e tij. Urdhër që ta ndjekin pejgamberin alayhi salatu wassalam. Dhe po ashtu hadithi li ta'khudhu manasikakum. Edhe hadithi do thonë që ti merrni prej meje ritet e haxhit. Edhe prapë është urdhër që me i marr ritet e haxhit. Do thonë forma e haxhit, se si me e kry, se si me e bër, mire do thonë e kanë marrë sahabët nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe po ashtu dhe hadithi që është në Buhari, i cili e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Secili prej umetin tem ka me hyrë në xhenet përvetëm se ai i cili refuzon." Atëherë sahabët ridwanullahi alehim, që synimi i tyre ishte kënaqësia e Allahut dhe xheneti, i thanë: "Ja Rasulullah, a ka dikush domethënë që e refuzon dhe nuk do me hyrë në xhenet?" Do thonë Sheikhu thotë Sheikh Abdul Buhari: "Hadha amrun la yu'qal." Një gjë e tillë do thonë nuk e percepton logjika e shëndosh, që dikush me ardh edhe me refuzu me hyrë në xhenet. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam tha: "Ai i cili më bindet mua ka me hyrë në xhenet, dhe ai i cili më kundërshton mua ka refuzu për me hyrë në xhenet." Thot Sheikhu Sheikh Abdul Buhari se ka thënë Ibn Hajar el-Asqalani në librin e tij Fath, domethënë shpjegimi Sahih al-Bukhari, se këtu kjo pengesa ose ndalesa për me hyrë në xhenet janë dy lloje. Pengesë ose ndalesë kategorike, që do të thonë prej fillimit nuk i lejohet atit me hyrë në xhenet dhe asnjëherë s'ka me hyrë në xhenet, ata janë kufarët, pa besimtarët. Atyre do të thonë do u pengohet ose do e kenë ndalesë
që me hy në xhennet, por ata kanë vendin përgjithmonë në zjarrin e xhehenemit. Kurse lloji i dytë i pengesës dhe ndalesës për me hy në xhennet është ai domethënë pengesa që me hy prej fillimit për vetëm se ata që Allahu subhanahu wa taala do. Do thonë këtu janë ata që janë musliman, që kanë vdekur si musliman, por kanë pas mëkate, kanë pas domethënë kundërshtime ndaj pejgamberit alayhi salatu wasallam, por ata kundërshtime nuk i kanë thënë ata që me dal prej fesë së islamit. Ata këta njerëz domethënë janë nën mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot Sheikh Abdul Bukhari se ka thënë Ibn Hibban, el-Hafidh Ibn Hibban el-Busti rahimahullah, ka thënë kuptimi i bindjes ndaj pejgamberit alayhi salatu wasallam është nënshtrimi ndaj sunetit të tij. Do thonë kuptimi i bindjes është nënshtrimi ndaj sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Ila en qal, deri ku thot Ibn Hibani, duke refuzuar, do të thonë kjo është prap kuptimi i bindjes dhe nënshtrimi ndaj, do të thonë kuptimi i bindjes ndaj pejgamberit alayhi salatu wasallam, që është nënshtrim ndaj sunetit të tij dhe duke refuzuar çdo fjalë që kundërshton sunetin e tij. Duke kundërshtuar çdo fjalë, çdo vepër, çdo mendim që kundërshton sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu edhe përmend shehun hadithin e Irbad ibn Sariya radhiyallahu anhu, ku tregon ky sahabiu i nderuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë një këshill që ka qenë një përkujtim, një këshill domethënë që zemrat janë rënqethur zemrat dhe kanë lotu syt, edhe i kanë thënë oj dërguari i Allahut, sikurse ky fjalim domethënë është një fjalim domethënë na lamtumirës, atëherë na porosit, na jep një këshill. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë, u këshilloja ta keni frikë Allahun, do të thonë me takfallok, dhe u këshilloj domethënë të dëgjoni dhe të bindeni ndaj pushtetarëve. Edhe nëse ai i cili e merr pushtetin mbi juve është një rob. Sepse kush ka me jetuar prej juve, ka me pas jetë të gjatë, ka me pa mosmarrveshje të shumta. Do të thonë ka paralajmëruar pejgamberi alayhi salatu wasallam se ka me pas mosmarrveshje. Po ku është ilaçi dhe rrugdalja prej këtyre marrveshjeve? Ilaçi është po në ndonjëtin hadith. Menjëherë pas paralajmërimit prej ihtilafit, na tregon pejgamberi alayhi salatu wasallam rrugdaljen dhe shpëtimin prej kësaj mosmarrveshje. Fa aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Do të thonë, ju kapuni fuqimisht pas sunetin tem dhe sunneti dhe rruga e khulefave të drejtë të udhëzuar pas meje. Kapuni pas kësaj rruge dhe sunetin tem, do të thonë, me dhëmballat tuaj dhe kini kujdes prej çështjeve të shpikura, sepse çdo shpikje është bidat dhe çdo bidat është domethënë në humbje. Thot Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah në këtë hadith madhështor të Irbad ibn Sariya radhiyallahu anhu se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka nënvizuar këtu dy çështje thelbësore. Çështja e parë është el-ittiba, pasimi, ndjekja e pejgamberit alayhi salatu wasallam, dhe çështja e dytë tarkul ibtida, do të thonë çështja braktisja e shpikjes në fe. Do të thonë çështja e parë që kanë nënvizuar pejgamberi alayhi salatu wasallam në këtë hadith madhështor është çështja do të thonë e pasimit, e ndjekjes, bëhu do të thonë ti pasues e kësaj rruge, e mos u bë shpikës. Që shpik dhe fut gjëra të reja, do të thonë që nuk kanë bazë në fenë Allahut subhanahu wa taala, sepse kjo fe është fe e përsosur. Nuk ka nevojë as për shtesë, as për çështje të do të thonë që mi largu. Kjo do të thonë fillimisht këto argumente, pika e parë do të thonë prej Koranit dhe Sunnetit, që aludojnë do të thonë për obligueshmërinë që ta ndjekin pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe paralajmërim që mos me kundërshtu pejgamberin alayhi salatu wassalam. Pastaj çështja e dytë ose pika e dytë e ligjëratës, thotë Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, është kuptimi i imanit në pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe përmendja e disa prej cilësive të tij që janë përmendura në Teurat. Ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah se kuptimi, do të thonë çka do thotë el imanu bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Çka do thotë kjo? Thotë Ibn Taymija do të thonë që me vërtetu do të thonë atë që ka sjell pejgamberi alayhi salatu wasallam, me pohu dhe
ti bindemi atit, bindja dhe ndjekja e shariatit të tij. Kjo është domethënë imani, besimi në pejgamberin alayhi salatu wasalam, që ta pranojmë, ta pohojmë, ta vërtetojmë atë që ka sjell dhe jo vetëm kaq, po edhe ti bindemi asaj dhe jo vetëm edhe kaq, po edhe ta ndjekim shariatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thotë Sheikh Abdul Buhari, se ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, se domethënë pranimi dhe pohimi çka do të thotë, prej kësaj domethënë kërkohet dy çështje tjera. Kur ti e pohon, çka do thotë kjo pohimi? Thotë Sheikh Abdul Buhari, se ka thënë Ibn Taymija rahimahullah, çështja e parë është domethënë që ta pohojsh ti ose ta pranojsh profecinë, pejgamberllokun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta pranojsh domethënë se ajo është pejgamberi Allahu subhanahu wa taala. Çështja e dytë është domethënë që ta pranojsh dhe ta vërtetojsh që atë që ka sjell pejgamberi alayhi salatu wasallam është e saktë dhe vërtet dhe e kemi për detyrë ta ndjekim. Do thonë nuk mjafton që me pranu ose me pohu se ajo është pejgamberi Allahu subhanahu wa taala dhe pastaj mja kthej shpinën. Jo, patjetër duhet domethënë edhe me ndjek dhe me besu, domethënë me besim të palakunshëm se atë që ka sjell pejgamberi alayhi salatu wasallam është e vërteta, e sakta. Dhe çdo gjë që kundërshton këtë rrugë është e kod dhe është domethënë është e shpikur. Pastaj, sa i përket përshkrimit të pejgamberit alayhi salatu wasallam në Teurat, në Tora, në Teuratin, tregon, thotë Sheikh Abdul Buhari, se Imam al-Bukhari transmeton në Sahihun e tij se është pyetur Abdullah ibn Amr, sepse Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma kishte dije njohuri rreth Teuratit. Dhe njëri e pyeti, si e ke gjet, si e ke pa të përshkruar pejgamberin alayhi salatu wasallam në Teurat? Atëri tha ai, "Ajal, do të thonë, patjetër do ta tregoj, do të informoj." Dhe i thotë se disa prej cilësive që është i përmendur në Teurat janë po ashtu edhe në Kur'an. Edhe ka filluar me ja tregu se është përmendur në Teurat, në Tora, në Teuratin si dëshmitar, si përgëzues, si paralajmërues, si robi i Allahut dhe i dërguar i tij, si mbështetur, as i ashpër, as i vrasht, as te kaluesi i kufive, nuk e kthen të keqen me një të keqe tjetër. Këtë e din që futët. Nuk e kthen të keqen me një të keqe tjetër, por fal, nuk e merr Allahu, do thonë nuk vdes pejgamberi alayhi salatu wasallam derisa të ngritet feja Allahu subhanahu wa taala dhe të dëshmojnë njerëzit se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahu subhanahu wa taala. Me të, do thonë është i përshkruar me këto cilësi pejgamberi alayhi salatu wasallam në Teurat, me të u qilen syt të verbërve, u lirohen veshët të shurdhërve dhe u hapen zemrat të pakujdesshmeve. Thonë me të, me pejgamberin alayhi salatu, me lenin Allahu subhanahu wa taala u qilen syt ato, domethënë që janë domethënë të verbër, të verbruar domethënë nga e kota dhe të shurdhur nga e kota dhe janë bërë të pakujdesshëm nga aspekti se e kota i ka kapluar zemrat e tyre. Me lenin Allahu subhanahu wa taala pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pastron ata prej këtyre vesmundjeve të rënda. Thotë Sheikh Abdul Buhari se një gjë e tillë, këto përshkrime që i ka vërtetuar Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma për pejgamberin alayhi salatu wassalam, kjo domethënë e ka vërtetuar edhe veprimtaria e pejgamberit alayhi salatu wassalam, veprimtaria, jeta, bashkëjetësia e pejgamberit alayhi salatu wassalam me shokët e tij e ka vërtetuar se ajo është me të vërtetë me këto sifate, me këto cilësi, me këto virtyte të larta. Edhe një gjë e tillë domethënë kështu e kanë përshkruar po ashtu edhe sahabët të tjerë. Prej asaj që ata kanë pa te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Prandaj thotë shehu se ky pejgamber i nderuar e ndriçoi me lenin Allahut subhanahu wa taala, ndriçoi tokën me dërgimin e tij. Plot dritë dhe lumturi. Plot dritë domethënë dhe lumturi. Dhe përmendet domethënë këtu hadithi e Enesit radhiyallahu anhu që thotë kur ditën kur erdhi pejgamberi alayhi salatu wasallam në Medinë, ndriçoi gjithçka. Ditën domethënë kur emigroi, kur e bëri hijreti pejgamberi alayhi salatu wasallam nga Medinë nga Mekë në Medinë, ndriçoi gjithçka në Medinë. Dhe ditën kur vdiq pejgamberi alayhi salatu wasallam u erësua çdo gjë në Medinë.
Dhe gjithashtu e përmend një hadith tjetër të Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma, ku tregon Jabir radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zakonisht ngriheshte të xuman pranë një palm, pranë një pemë dhe mbante hutben. Pranë asaj, afër palmës, afër pemës. Dhe një gru nga ensarët, ose një burr thuhet, i tha: "O i dërguari i Allahut, a do të bëjmë një mimber për ty? A dëshirojnë të bëjmë një mimber për ty?" Ai tha: "Nëse doni." Shikoni do të thonë modestinë e pejgamberit alayhis salatu wasallam, u tha: "Nëse doni." Yani jo pa që ta ma boni, unë e du, jo, nëse doni ju. Atëherë dhe ja bën një mimber. Kur erdhi dita e xumas, ai sallallahu alaihi wasallam unë gjit në mimber. Hypi do më thonë bi mimberin, atëherë palma, pema filloi të çante. Kjo druri, pema, zemra ne jemi njerëz. Edhe nuk prekemi. Palma filloi të çante si fëmijë. Ky hadith është në Buhari. Edhe 1 miliarda, edhe triliona qafira të vinë edhe të dyshojnë, ne besojmë këtë hadith dhe fjalët e tyre janë të kota të qafirave. Ne i besojmë këtyre haditheve. I besojmë sikur se i kemi pa. Se kjo dije është aqe freskët me këto transmetues të besueshëm, sikur se dje ka ndodhur këto ndodhi. Ne s'kemi pik dyshim do të thonë se të kanë gjëra të vërteta. Atëherë filloi palma të çaj si fëmijë. Pastaj pejgamberi alayhis salatu wasallam zbriti dhe e mori te vetja. Dhe ajo rënkonte si një fëmijë i cili është duke u qetësuar. Profeti alayhis salatu wasallam tha: "Ajo po çante sepse dëgjonte përmendjen e Allahut pranë saj." Imam el-Hasan el-Basri thot, Sheikh Abdullah al-Bukhari, Imam el-Hasan el-Basri rahimahullah, kur e tregonte këtë hadith çante dhe u thoshte: "O ju musliman, pema, druri, palma, ajo përmallohet për pejgamberin alayhis salatu wassalam. Fa antum haqqu an tashtaqu ilay." Juni ma parsor të përmalloheni për të. Ai i cili përmallohet dhe do me taku pejgamberin alayhis salatu wassalam, e sakrifikon vetveten deri në maksimum që me qenë në shoqëri me pejgamberin alayhis salatu wasallam në xhennet. Do më thonë ndjek rrugën e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Dhe do vinë në fund, do më thonë fjala e Hasan el-Basri me çfarë përfundime përfundon Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, por atë ta lëm nesër, që thot Hasan el-Basri mos u mashtronin për ata që thonë mos u mashtronin për fjalës njeriu është me atë që e do. Sepse edhe krishterët edhe qifutët i dun pejgambert e tyre, po nuk do jenë me ata, do jenë në zjarr. Se nuk është çështje vetëm me pretendim, është çështje me pasim dhe ndjekje. Thot Hasan el-Basri rahimahullah: "O ju musliman, ju jeni më parsor të përmalloheni për pejgamberin alayhis salatu wasallam se sa kjo pema dhe palma." Thot Sheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah, ky pejgamber madhështor sallallahu alaihi wasallam, që ishin këta disa prej cilësive të tij dhe moralit të lartë, njerëzit më shumë kanë nevojë për të dhe ti besojnë dhe ta ndjekin shariatin e tij, më shumë kanë nevojë se sa ngrënjes dhe pijes, dhe nuk them vetëm kaq, po kanë më shumë edhe nevojë se sa ajrin që e thithin. Do të thonë, kjo është një shembull simbolik që ta kuptojë, domethënë se sa rëndësishme është besimi dhe ndjekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më shumë se nevojë se ngrënjes, pijes dhe edhe ato frimarje që i thithin. Sepse pejgamberi alayhis salatu wasallam ka ardhur me fakte të qarta. Nata është sikur se dita. Nuk devion në këtë rrugë për vetëm se një njeri i shkatruar. Vetëm se një njeri, domethënë që është i shkatruar. Pastaj pika e tretë, kuptimi i sunnetit, ma'na sunna, kuptimi i sunnetit. Thotë Sheikh Abdul Bukhari, kuptimi i sunnetit në aspektin gjuhësor është sjellja ose jeta, qoftë e mirë apo e keqe. Po ashtu edhe rruga e një personit, e mirë ose e keqe. Kurse kuptimi i sunnetit në aspektin terminologjik, te
pjesa e madhe e njerëzve të hadithit është çdo gjë që i atribohet pejgamberit alayhis salatu wasallam prej fjalëve së tij, veprave dhe miratimet. Dhe po ashtu cilësitë të lindura që i ka pas dhe cilësitë dhe moralet. Do thonë çdo gjë prej fjalëve, veprave, miratimet, cilësitë që i ka pas të lindura dhe moralin të tij. Çdo gjë do të thonë llogaritet si sunnet. Po ashtu thotë Sheikhu Sheikh Abdullah Buhari se sunneti, termi e sunna ka disa kuptime. Kuptimi i parë është kuptimi domethënë i përgjithshëm që përfshin tërë fen. Thuhet fjala sunna është për qëllim Kurani dhe sunneti. Këtu bën pjesë hadithi domethënë famen raghiba an sunneti falaysa minni. Ai do thonë që e kundërshton sunnetin tem, nuk është prej meje. Do thonë që e kundërshton atë që kam sjell unë. Çka ka soll pejgamberi alayhis salatu wasallam siç palde për Allahu subhanahu wa taala, Kur'anin dhe sunnetin. Kjo e para. E dyta, domethënë kuptimi prej kuptimeve të es-sunna ku thuhet, është domethënë ato kuptime kur përdoret domethënë fjala sunna në përballje ose kundërshtimin e bidatit. Në përballje do thonë dhe kundërshimin e bidatit. Dhe këtu thotë Sheikhu Sheikh Abdullah Buhari hafidhahullah, domethënë që njeriu është në rrugën e sunnetit, si kur thuhet domethënë fulanun ala sunna. Do thonë filani fisteku është në sunnet. Çka do thotë? Do thonë që nuk është në rrugën e bidatçive, nuk është domethënë njeriu që vepron domethënë bidate. Dhe po ashtu kuptimi i tretë, thotë Sheikhu Sheikh Abdullah Buhari hafidhahullah, vjen domethënë në kuptimin e çështjeve të lejuara, çështjeve të pëlqyera dhe çështjeve domethënë që janë për detyrë. Dhe këto përdoret domethënë më shumë te el fuqaha. Dhe po ashtu kuptimi i katërt dhe i fundit thotë Sheikh Abdullah Buhari hafidhahullah, përdoret domethënë si domethënë burim prej burimeve të shariatit. Do thonë kur thotë sunna, është domethënë në disa raste qëllimi domethënë se është burim prej burimeve të shariatit. Do thonë se është Kur'ani burim prej burimeve të shariatit, edhe sunneti është domethënë burim prej burimeve domethënë të shariatit. Dhe thotë Sheikhu Sheikh Abdullah Buhari hafidhahullah, ai kuptim që është më përmbledhës është kuptimi domethënë që kanë thënë dietarët e hadithit në definicionin e termit domethënë e sunna. Do thonë që janë çdo fjalë, vepër, miratim, cilësitë të lindura dhe moralet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pika e 4 thotë Sheikhu Sheikh Abdullah Buhari hafidhahullah, përsosmëria e shariatit të tij. Përsosmëria e shariatit të tij. Shariat do të thonë që ja ka shpallur Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe këtu e përmend Sheikhu Sheikh Abdullah Buhari hafidhahullah se shariati i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i përsosur dhe i plot në sqarim dhe i ka shfaq argumentet dhe është rruga e qartë. Rruga është domethënë e qartë. Dhe këtu e përmend fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala, el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot domethënë u përsosa juve fen tuaj dhe plotsova ndaj juve dhuntin time dhe jam i kënaqur për juve të jetë Islami për fe. Kjo domethënë, thotë Sheikh Abdullah Buhari hafidhahullah, është dëshmi prej Allahut subhanahu wa ta'ala se mesazhin që ka sjell pejgamberi alayhis salatu wassalam është mesazh i përsosur dhe nuk e ka marr Allahu subhanahu wa ta'ala pejgamberin sallallahu alaihi wasallam përderisa domethënë feja ka qenë e përsosur, është plotsu feja. Pastaj domethënë ka vdek pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dhe në haxhin lamtumirës po ashtu ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, u lej juve pas me diçka që nëse kapen ju pas asaj nuk do devijoni, ka thënë libri i Allahut. Libri i Allahut. Dhe vjen më vonë Sheikh Abdullah Buhari thotë, dhe çka ka në librin e Allahut subhanahu wa taala? Përmban libri i Allahut domethënë ndjekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do thonë obligueshmërinë për me ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe sahabët ridwanullahi alaihim kanë dëshmu në haxhin lamtumirës se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përcjellur mesazhin hynor dhe e ka çuar në vend. Prandaj shariati i tij është shariat i përsosur, i gjithë përfshishëm dhe i vazhdueshëm.
do të thonë i përsosur, i gjithëpërfshishëm dhe i vazhdueshëm. Dhe përmend këtu fjalën e Ibnul Qayyimit rahimahullah, Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, për këtë çështje se pejgamberi alayhi salatu wassalam për çdo gjë që kanë muslimanët nevojë u ka shpjeguar dhe për çdo vepër u ka mësuar. Që kështu mas pejgamberit alayhi salatu wassalam nuk kanë ata nevojë për dikë tjetër. Kanë nevojë po për t'ua shpjegojnë, t'ua mësojnë, ama vjen dikush tjetër me shtesa në këtë fe s'kanë nevojë. Se nuk ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për vetëm se kjo fe është përsosur. A janë ato çështjet që i prekin bazat e fesë, themelet e fesë, ose çështjet së degës. Të gjitha çështjet janë domethënë të përsosura dhe risalja e tij, domethënë mesazhi i pejgamberit alayhi salatu wasallam është i mjaftueshëm dhe i përgjithshëm dhe nuk kanë njerëzit nevojë domethënë për diçka tjetër pos ndjekjes së shariatit të tij. Prandaj domethënë nuk plotësohet thotë Sheikh Abdul Bukhari imani i personit në lidhje me pejgamberin alayhi salatu wasallam përderisa nuk beson se risalja e tij është domethënë e gjithëpërfshishme dhe e vazhdueshme dhe e përsosur për çdo vend dhe për çdo kohë. Domethënë nuk mundemi me thonë jo te ky vendi ku jemi nuk mundemi këto gjëna me i bë, nuk mundemi e kështu me jo, për çdo vend dhe çdo kohë. Dhe thotë Sheikhu se pejgamberi alayhi salatu wasallam çdo gjë që ka pas ummeti i tij nevojë u ka mësuar. Edhe çështjet e kryerjes së nevojës, edhe çështjet domethënë etika e marrëdhënies mes bashkëshortëve, edhe çështjes e qëndruarit në kamp, ose çështjes e uljes, çështjes e grënjes, çështjet e pijes, çështjet domethënë e udhëtimit, çështjet e qëndrimit, çështjet ku qëndron njeriu domethënë i heshtur, çështjet kur fol, çështjet kur është i vetmuar, çështjet kur është në shoqëri, çështjet kur është njeriu i pasur, se si me qëndru, si me vepru, çështjet kur njeriu është i varfër, çështjet kur njeriu është i smur ose i shëndosh. Për të gjitha çështjet dhe situatat kemi përgjigje të mjaftueshme dhe të bollshme dhe të plota në shariatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në të gjitha domethënë këto çështje e prek domethënë këto çështje i prekin domethënë të gjitha aspektet e jetës. Nuk mundesh me thonë se kjo pjesa nuk e prek. Jo, s'ka sen domethënë që për vetëm se kemi argumente në fenë Allahu subhanahu wa taala se si me vepru. Po ashtu edhe çështjet e imanit u ka përshkruar, u ka mësuar se çka është el arsh dhe kursi, dhe melaqet, dhe gjinët, dhe zjarri, dhe xheneti, dhe ditën e gjykimit e kështu me radhë. Dhe po ashtu u ka mësuar se kënë e kanë të adhuruarin e tyre dhe domethënë në perendin e tyre. Se këtu thotë shehu arrafahum ma'budahum wa ilahahum. Domethënë u ka mësuar se kënë e kanë për të adhuruarin e tyre dhe perendin e tyre. E në këtu tash ma'budahum ilahahum. E shohim do thonë se fjalët përsëritet, nuk ka shans që shehu e ka të njëjtën fjalë për qëllim. Që edhe në arabisht po e pam tash, po sipas ata që kanë kundërshtimin të ngushtë, thotë jo, ma'budahum i adhuruari, ilahahum i adhuruari. Në këtu në arabisht kur përmenden dy fjalë, patjetër duhet me pas në akund doni dallim. Edhe nëse është dallim i vogël. Pse atër mos me zgjeru edhe ne horizontin? Me thënë ma'budahum i adhuruari i tyre dhe ilahahum perendin e tyre. Ku qëndron këtu probleme? Dhe po ashtu do më thonë edhe u ka mësuar edhe pejgambert që kanë qenë para pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe popujt para tyre e kështu me radhë, dhe u ka mësuar do më thonë rrugët e hajrit dhe rrugët e sherrit. Dhe këto do më thonë në mënyrë të detajuar dhe të qartë. Që ti din do thonë se cilët janë rrugët e hajrit që me ndjek ato dhe cilat janë rrugët e sherrit që me urujt, me mbrojt veten. Dhe po ashtu ka mësuar edhe format e luftës. Format do më thonë e luftës, format e ballafaqimin me armikun,
rrugët e fitores, e korjes së fitores, nëse thotë Sheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah, i kishin mësu këto dhe i kishin perceptu mirë dhe ishin kujdesur për këto metoda, nuk do kishe pas mundësi armik të qëndrojnë përballë muslimanëve. Do më thënë, na kujtojt ajo fjale e Sheikh Abdullah Bukharit kur kemi qenë para koronës, ishte takimi në Mesjid Ridwan, ku thoshe se Sheikhu tha se njerëzit ankohen sot se ka kriza ekonomike, kriza kështu, kriza ashtu. Sheikhu tha kriza më e madhe që ka kapluar muslimanët është moskapja pas sunetit të pejgamberit alayhis salatu wasalam, që nëse kjo krizë rregullohen edhe ato çështje të tjera. Se kur u rregullu kjo krizë te arabt, që arabt nuk kishin vlerë te romakt edhe te perzian, u bon prijese në tokë. Do thonë, kjo gjë ka ndodhur që arabt që s'kishin vlerë te romakt e as vlerë te perzian, kur u bon ata ndjekës të pejgamberit alayhis salatu wasalam, u bon prijes në tokë. Edhe kjo do me thonë për 20-30 vite. Para mendoni, do me thonë, imagjinojni ju tu vinte dikush në Mekë edhe të thoshe ju mas 30 vite do arrini Shamin, do arrini Egjiptin, do arrini Irakun, Perzin. Njerëzit thonë ti budall je çmend. Kjo ka realitet. Kur ka pas realitet? Kur musliman kanë qenë të kapur me përpikshmëri pas të gjitha këto çështjeve që i ka sjell pejgamberi alayhis salatu wassalam. Atëherë edhe u ka mësuar pejgamberi alayhis salatu që të mbrohen intrigat dhe komplotet e shejtanit dhe rrugë, domethënë që shejtani mundon me mashtru besimtarët. Të gjitha këto u ka mësuar pejgamberi alayhis salatu wassalam që ato domethënë të kujdesen nga ato të sherrit dhe t'i pasojnë ato të hajrit. Edhe u ka mësuar edhe çështjet e jetesës, që nëse njerëzit çështjet e jetesës, që sot shumë njerëz domethënë ankohen, e kanë jetesën të ngatruar. Thotë që nëse ata i kishin mësu dhe i kishin kuptu, atëherë jetesa e tyre ishte drejtu. E sot domethënë në këto vende, sidomos që jemi lloj-lloj ngatresa ka. Këtu është ilaçi. Në kapjen pas sunetit të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe thotë që Abdullah Bukhari hafidhahullah, ai cili mendon se këtë që ka sjell pejgamberi alayhis salatu wasalam ka mangësi, nuk është e plot, është sikur se ai i cili thot ne kemi nevojë për një pejgamber tjetër. Kështu është domethënë. Me fjalë tjera domethënë, nëse ai i cili thot se këtë që ka sjell Muhamedi alayhis salatu wasalam nuk është domethënë e plot, është e mangët, është sikur sa ai tjetri që thot ne kemi nevojë për një të dërguar tjetër. Pse shehu thot, pse njerëzit domethënë përdorin fjalë të tilla, që ndoshta edhe disa që jetojnë vetës që janë musliman, dhe thonë jo, kjo feja është e mangët, jo keni nevojë të marrin prej kësaj, prej asaj, shikoni se janë të zhvilluar e kështu me radhë. E gjitha kjo thotë që Abdullah Bukhari hafidhahullah qëndron aty si shkak të mosnjohurisë të asaj që ka sjell pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe kuptimi i dobët. Dhe kuptimi domethënë i dobët. Kurse ata, thotë që Abdullah Bukhari hafidhahullah, ata burra që janë mjaftu me atë që ka sjell pejgamberi alayhis salatu wassalam, ata i kanë çliruar zemrat dhe tokat, vendet. Ata që janë mjaftu me këtë udhëzim, me këtë rrugë, me këtë shariat të plot, ata fatahu bihi al-quluba wal-bilad. I kanë çliruar, i kanë hapur me të zemrat e njerëzve dhe tokat. Pse? Se kur kanë shku ata sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, kur kanë shkuar me i çliru ato vende, u kanë thonë kjo është porosia e pejgamberit ton ndaj neve dhe juve. Nuk kanë folë nga vetvetja, kanë thënë kjo është porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është feja domethënë që na ka sjell neve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe artiti ka ardhur prej Allahut subhanahu wa taala. Thotë që Abdullah Bukhari hafidhahullah, thotë shehu të lutem për Zotin tënd, o robi Allahut, më trego diçka prej fesë, prej çështjeve
të imta ose prej çështjeve të mëdha. Çka nuk e ka sqaruar pejgamberi alayhi salatu wasallam. Ma sjell diçka domethënë prej çështjeve të imta ose prej çështjeve domethënë të mëdha. Më sjell diçka, më trego për diçka që e ka lënë të mangët pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe nuk e ka sqaruar. Thotë shehu, pasha Allahun, s'ka lënë gjë të mangët, po çdo gjë domethënë e ka përcjell. E ka përcjellur domethënë me besnikëri të plot. Prandaj, si ka mundësi, thotë shehu, ti kërkon shpëtim dhe mbrojtje në një udhëzim tjetër pos udhëzimit të pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe duke ndjekur një rrugë tjetër pos rrugës së tij. Si kërkon mbrojtje, si kërkon shpëtim duke ndjekur udhëzime të huaja, duke ndjekur domethënë rrugë të huaja. Si kërkon domethënë ti shpëtim, si kërkon ti mbrojtje, me çfarë logjik, duke ndjek domethënë ideologji të huaja. Dhe duke e lënë anësh rrugën dhe metodologjinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe realisht thotë shehu Sheikh Abdullah Buhari hafidhullah, këta njerëz që sjellin ideja dhe ideologji të huaja në islam dhe don t'i fusin dhe t'ja përvetsojnë, t'ja mbeshin islamit këto çështje, këta njerëz në realitet as islamin nuk e kanë ndihmuar e as armiqtë e islamit nuk i kanë dobësuar. As islamin nuk e kanë ndihmuar, as armiqtë e islamit nuk i kanë dobësuar. Pastaj është pika e parë, do të thonë pika e 5, fryti i parë në lidhje me kapjen pas sunnetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Frytet e kapjes pas sunnetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, fryti i parë, do të thonë prej fryteve që përfiton njeriu kur kapet me të vërtetë me plot sinqeritet dhe përkushtim pas sunnetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka fryte madhështore dhe të ëmbla në dunja dhe në ahiret. Prej fryteve të para, fryti i parë, thotë Sheikh Abdullah Buhari hafidhahullah, ai i cili kapet pas sunnetit është ndjekës, me këtë kapjaj, është ndjekës së urdhrit hynor. Është ndjekës, kapja fakti i tij që kapet pas sunnetit të pejgamberit alayhi salatu wasallam, është ndjekës së urdhrit hynor. Dhe një gjë e tillë e do Allahu dhe është i kënaqur me të. Do të thonë ti don të arrish kënaqësinë e Allahut. Ti e don të arrish dashurinë e Allahut. Këtu është. Në kapjen pas sunnetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të gjitha këto çështje që u përmenden në pikën e parë, të gjitha ato ajete domethënë aludojnë për këtë pikë. Që kapja pas sunnetit është afrim ndaj Allahut dhe adhurim. Sepse ka thënë Ibn Taymija rahimahullah se ibadeti është term i përgjithshëm për çdo gjë që do Allahu dhe është i kënaqur me atë, prej fjalëve, veprave të dukshme dhe të brendshme. Prandaj Allahu të ka urdhëruar ty, e pam domethënë, se Allahu na ka urdhëruar neve, dhe kur na urdhëron Allahu, kjo tregon se ai e do një gjë e tillë. Dhe fakti që Allahu e do një gjë, tregon se ajo është ibadet. Se ajo është domethënë në ibadet. Prandaj, thotë Sheikh Abdullah Buhari hafidhahullah, ai i cili e ndjek kapet pas sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasallam me sinqeritet dhe përkushtim, ai është ndjekës së urdhrit hynor. Tash si ta bëjmë këtu? Lil amri el ilahi. Tash urdhrit e të adhuruarit të vetëm. Shikoni këtë tekelluf. Edhe do vim këtu domethënë me ngarku veten. Nuk e ka dash këtë pejgamberi alayhi salatu wasallam et tekelluf. Edhe sahabët ridwanullahi alehim nuk e kanë dash këtë et tekelluf me ngarku veten. El amru el ilahi. Urdhri hynor. Është e qartë dhe kuptueshme, sidomos për njerëzit e gjuhës. Që ai domethënë është ndjekës së urdhrit hynor dhe është duke i afruar Allahut subhanahu wa taala, sepse e zbaton urdhrin e Allahut. E zbaton domethënë urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kush është ky domethënë i cili është i kapur pas sunnetit? Kush është ky el mutamessik bi sunna? Thot Sheikh Abdul Buhari, ky është ai el muhajir haqiqatan ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ai është emigruesi në realitet. Emigruesi, do të thonë kush është ai me të vërtet me plot kuptimin të fjalës, ka i kapur ose ndjekës të sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasallam, ai është domethënë emigruesi
në realitet drejt të dërguarit të Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe për këtë çështje e ka përmend Sheikh Abdullah Buhari hafidhahullah fjalën e Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah në një libër të tij madhështor Er-Risalatu at-Tabukiyya, ku e tregon Ibn al-Qayyim rahimahullah domethënien e hijretit drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thonë e shpjegon, e përshkruan Ibn al-Qayyim rahimahullah kuptimin se çfarë do thot el-hijratu ila ar-rasul, emigrimi drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu ky mjeshtër i madh, Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, të merr ty domethënë në një nivel tjetër. Të merr ty domethënë në një nivel tjetër. Thot Ibn al-Qayyim rahimahullah, duke përshkruar kush është el muhajir ila ar-rasul, emigruesi drejt pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ibn al-Qayyim thot: sa për emigrimin drejt të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam është një rrugë, prej saj nuk ka mbetur veç se emri, një metodologji nga e cila nuk ka mbetur veç se nënvizimi, një shtek të cilët errërat ja kanë fshirë gjurmët, një shtek të cilit errërat ja kanë fshirë gjurmët dhe armiqet ja kanë prishur burimet dhe krojet. Kështu që udhëtari në këtë rrugë është i huaj në mesin e njerëzve. Udhëtari në këtë rrugë, nëse me të vërtet ti mendon ti jesh el muhajir ila rasul, atëherë dëgjoj këto fjalë. Udhëtari në këtë rrugë është i huaj mes njerëzve, i vetmuar në çdo vendbanim dhe shoqëri. I vetmuar në çdo vendbanim dhe shoqëri, i largët edhe pse ndodh afër. I largët prej njerëzve edhe pse ndodh afër. I vetëm edhe pse është i rrethuar me fqinj, i trembur nga ajo që të tjerit gjen qetësi dhe i qetë nga ajo që të tjerit i tremb. Ai qëndron kur ata largohen, largohet kur ata qëndrojnë, i vetëm në kërkimin e tij. I vetëm në kërkimin e tij, nuk gjen pushim derisa të arrijë qëllimin e tij. Nuk gjen pushim. Yani waqt ar-raha. Si ka thoshin mashayikh fil Medina, yani koha e rehatlokut ka mbaru. Ja Abdullah ka mbaru, ti ke nis për në xhennet. Ti je nis për në xhennet. Din çka do thotë kjo? Duhet çdo gjë që posedon ta sakrifikosh në këtë rrugë. Edhe nëse ka nevojë shpirti yt. Edhe nëse ka nevojë shpirti yt. Nuk gjen pushim derisa të arrijë qëllimin e tij. Trupi i tij është me ta, por qëllimi i tij është ndar prej tyre. Çfarë përshkrim bon ky imam? Trupi i tij është me ta, por qëllimi i tij, synimi i tij, niyeti i tij është ndar prej tyre. Ata i mbyllën syt në kërkimin, ata i mbyllën syt në kërkim të udhëzimit, ndërsa nata e udhës për të nuk është për gjumë. Nata e udhës për të nuk është për gjumë. Ata e lan pas hijretin profetik, ndërsa ai është në kërkimin të tij, duke u përpjekur dhe qëndruar. E tallin e qortojnë për kundërshtimin e mendimeve të tyre, duke ja nënçmuar mendimet për shkak të paditurisë dhe pasioneve të tyre. E tallin dhe nënçmojnë. Shikoni ju në rrethin tuaj çfarë eksperjenca keni bërë. Sikur se ta përshkruani këtë situatën tënde që përjeton ndoshta ditë për ditë. Ata e kanë sulmuar me dyshime, kanë ngritur kundër tij syt, kanë pritur që ta gjenë ndonjë të keqe. Kanë pritur, kanë shpresuar ta gjenë ndonjë të keqe. Sa prej neve, domethënë në familjet tona, në rrethin ton, kanë menduar se ky ja filloi festa, që ka lishuar mjekrën, i mban këto sirvalet, ky tash po shkatrohet, ky po humbet, ky po vdes, ky s'ka kafshatën e bukës. Këtë është fol Ibn al-Qayyim rahimahullah. Po e përmend fjalën e Allahut Teala, prisni, ne gjithashtu po presim. Thuaj, Zoti im gjikon me të drejtë, ose gjikon me të drejtë. Zoti im është mëshirues tek ai kërkohen ndihmë për atë që ju e përshkruani.
Pastaj vazhdon Ibn Qayyim rahimahullahu ka thonë, qëllimi është se hijreti profetik është i vështirë. Hijreti profetik është i vështirë. Dhe rruga e saj për atë që nuk është i përgatitur është shumë e largët. Nëse ti si e përgatitur për këtë hijret, do më thonë sa ka prej që kanë pas njerëz me neve, 5 vjet edhe është largu. Sepse nuk ka qenë i përgatitur për këtë rrugë të gjatë. Dhe e vështirë. Pasha Allahun, thot Ibn Qayyim rahimahullah. Hijreti është vetëm një dritë që shëndrit, por ti je errësira e saj. Allahu Ekber. Pasha Allahun. Hijreti është vetëm një dritë që shëndrit, por ti je errësira e saj. Një hënë plot që ndriçon lindje dhe perëndimet e tokës, por ti je reja dhe mjegulla që i mbulon. Por ti je reja dhe mjegulla që e mbulon. Një burim i pastër dhe i ëmbël, por ti je ndotja e tij. Një fillim me një fund të madh, por ti nuk ke njohuri për të. Por ti nuk ke njohuri për të. Ndaj dëgjo, tani për këtë emigrim dhe shenjat që tregojnë për të, pastaj gjiko veten tënde mes teje dhe Allahut, a je ti prej atyre që kanë emigruar prej saj ose drejt saj? Prej saj duke ja kthy shpinën ose drejt saj. Përkufizimi i këtij emigrimit është udhëtimi i shpirtit në çdo çështje të besimit dhe në çdo ndodhi që prek zemrën dhe në çdo çështje të gjykimit drejt burimit të udhëzimit dhe dritës, nga goja e sinqertit dhe të besueshmit që nuk flet nga epshi. Në çdo çështje. S'ka shansa dalish prej kësaj gjë, se ky shariat është komplet, është i përsosur. Prej kur qohesh në mëngjes, derisa rah zemra yte në mbrëm, derisa të flish domethënë, ti i përmbahesh këtij shariatit. Ai është emigrimi i vërtet drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse e përmend këtu Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Me të vërtet ai nuk flet nga epshi i tij. Do thonë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, por ajo është shpallje që i shpallet atij. Është shpallje që i shpallet atij. Pastaj vazhdon Ibn Qayyim duke thonë, çdo çështje që nuk është ndriçuar nga dielli i shpalljes së tij, hidhe në detet e errësirës. Çdo dëshmi apo dëshmitar që nuk është konfirmuar nga ky i besueshëm, konsiderohet nga ata që duhet me dyshu për ta dhe mi akuzu. Duhet me dyshu dhe mi akuzu. Jo vinë ata prallagjit, domethënë i prekin bazat e fesë, edhe duhet me pas mendim të mirë. Duhet me dyshu për ata, duhet me akuzu ata, se e cenojnë metodologjinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ato fjalët e tyre nuk përputhen me këtë i besueshmi, i cili nuk flet nga epshi i tij, nuk përputhen. Prandaj kjo çka kërkoj domethënë, udkhulu fi silmi kafa. Kjo është me hyrje në islam në tërësi. Me hyrje në këtë në islam me tërësi. Gjithçka çka ke pas, prej logjikës së prishur dhe natyrës së prishur dhe të ndotur, duhet ta hedhish në këmbë dhe të drejtohesh sipas rrugës së pejgamberit alayhi salatu wasallam. Nëse me vërtet don të jesh prej ata që thanë në fillim, secili prej umetin tem ka me hyrë në xhenet, e mos me qenë prej ata illa men aba. Mos me qenë prej ata që kundërshtojnë me hyrë në xhenet, që nuk duan me hyrë në xhenet. Edhe mos thuj se unë du, se thotim në Qayyim rahimahullah, nahnu wa iyyakum namut, fa ma aflaha inda al-hisabi man nadima. Ne dhe ju do vdesim, dhe nuk i bën dobi dhe nuk shpëton ai i cili bëhet pishman kur bëhet llogaria me të. Kur bëhet llogaria në ditën e gjykimit, nuk vlen pishmanlloku jot më. Nahnu wa iyyakum namut. Ne do vdesim. Por nuk ka me pas shpëtim dhe mbrojtje ai i cili bëhet pishman kur merret në llogari. Tash e ke kohën që të bësh me vetveten tënde llogari dhe ta përgatish veten tënde për atë ditë që është ditë madhështore. Tash. Prandaj mos e rreziko udhëzimin tënd për asnjë vlerë të dunjas. Për asnjë vlerë të dunjas. Edhe nëse të sulmojnë, edhe nëse të dallin. Ibn Qayyim rahimahullah ashtu e fol situatën domethënë që e përjetojnë.
të tallin, të sulmojnë, të përqeshin, të nënçmojnë. Bile dosha edhe të sulmojnë. Si u ka ndodhur dietarëve, Sheikh Muhammed Aman al-Jami rahimahullah kur ka shkuar në Riyadh, e kanë sulmu Khawarijt. Se Khawarijt, edhe jo vetëm Khawarijt, po bidatçit, gjën që më së shumti e urrejnë përmendja e emrave të tyre. Këtë do më thonë urrejnë më së shumti. Prandaj Muhammed ibn Ismail al-Harawi, kur ja thot isha në Irak dhe ma vendosën shpatën 5 herë në qafë. 5 herë në qafë, kanë dashur ta vrasin, t'ia pusin kokën. Nuk më thojshin me lën metodologjinë e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Do thonë madhhabi, do thonë me lën metodologjinë time, jo. Më thojshin hesht ndaj kundërshtarëve. Kjo i dhimbta atyve. Heshtja ndaj kundërshtarëve, kjo i dhimbta ata. Sa ai don të jetë, do thonë me përhap helmin, edhe ne mos flasim për ata. Do thonë ai me fol për neve. Me fol me shkal rrugën e pejgamberit alayhis salatu wasalam me të dyja kam, ne do thonë me lën atë me bosh ka don ai. Thotim nuk kanë fund, ky është për kufizimi i emigrimit. Ky është për çdo çështje që e prek fen, kthehesh domethënë te suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mos thuash domethënë jo po unë kam jetuar kështu tash 20 vjet, po edhe nëse janë edhe 500 vjet. Ti nëse me të vërtetë don ti je në rrugën e drejtë dhe e saktë dhe rrugën e shpëtimit, atëherë çdo gjë që deri tash e ka kundërshtuar, je i gatshëm me braktis. Je i gatshëm me lën, me a kthy shpinën. Edhe aty qëndron lumturia. Do shohim domethënë tash në vazhdim, po bi'idhnillahi ta'ala lëm për kaç për sonte. Edhe ato pikët të tjera nga pika e dytë prej fryteve të kapjes pas sunetit, do vazhdojmë inshallah ta'ala nesër. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.